jam i ri në fe dhe në besim, a mund të më thua se çfarë duhet bëj ditën e xhuma para se të nisem për në xhami? Dhe si ta fal namaz xhumas? Për sa i përket namaz xhumas, mos e vrit mendje se kur vish ke xhamia do të bësh siç bëjnë njerëzit. Për sa i përket çfarë duhet bësh përpara, bëj një dush të përgjithshëm, bëj ujë, fut ujin në gojë edhe në hund dhe bëj një dush të përgjithshëm. Bëj edhe niyetin për të fal pra, edhe nisur për në xhami me bismillah. Hadi çik herët që të ngjosh edhe ligjërat në xhumas, edhe ndoshta shef aty një shok atë ditë nga shokët e tuaj, pini një kafe bash, boni muhabet, folni pak për Islamin. Nëse nuk gjen në shokun ta të thuj hoxhës a ka mundësi ta pimi kafe bashk, ose kur ke kohë të pimi kafe, edhe krijoj çik kontakte dhe interesoj çik kështu vim gjërat avash avash. Kur e kemi fillu fen dhe Islamin kështu e kemi fillu gjithë, me një namaz xhumaje kemi fillu, edhe elhamdulillah Zoti na ka ndihmuar këtu ku jemi sot. Kështu që Allahu të shpërblet, je mirë. Merr, bëj dush të përgjithshëm edhe je okay. Parfumosu, vish rroba të mira çam të kesh mundësi. Edhe hajde inshallah taala se pas zgjedhë një do hapun kafen me shpresën e Zotit. Thuaj jam ai pyetjes.